kërkoj mirëkuptimin e mediave, të heqin nga fjalori i tyre zgjedhje dhe të zëvendësojnë me fjalën farsë zgjedhore. Kjo sepse në këto zgjedhje u shkelen parimet më themelore të zgjedhjeve të drejta, për të cilët Shqipëria ka firmosur dokumentin e Kopenhagenit. Shqipëria ka mishruar këte dokument dhe parimet e këtij dokumenti në Kushtetutën e vendit dhe në Kodin zgjedhor. Ajo që ka ndodhur me 11 maj dhe të gjithë periudhën pararense për zgjedhjet e 11 majit është një përmbysje e plot e parimeve më themelore të zgjedhjeve të lira, të cilat kërkojnë që zgjedhësit të shprehin mendimin e tyre lirshëm për përfaqësuesit të zgjedhjen. Është bërë tashmë e njohur se kontrolli i vullnetit të zgjedhësve ishte i gjithformshëm, i shumëformshëm dhe i përhapur në mbar vendin.